Ambasada e Republikës së Kroacisë në Shqipëri në bashkëpunim me Arqidioqezën Metropolitane Shkodër-Pul të organizoi një koncert të veçantë të muzikës sakrale në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër. Publiku pati mundësinë të ndjekë interpretimin e dy muzikantëve të njohur nga Kroacia, Elizabeta Zalović në organ dhe Andelko Krpan në violin. Është një kënaqësi e madhe t'ju uroj mirëseardhjen këtu në këtë katedrale në Shkodër dhe t'ju falenderoj që jeni me ne sonte. Jemi mbledhur këtu për të festuar përmes muzikës disa përvjetorë dhe simbole të rëndësishme. Së pari shënojmë 12 vjetorin e antarësimit të Republikës së Kroacisë në Bashkimin Evropian. Me një korrik 2013, Kroacia u bë antare e familjes së madhe evropiane. Së dyti këtë vit festojmë 1100 vjet nga themelimi i mbretërisë kroate dhe kurorëzimi i mbretit të parë kroat Tomislav në vitin 925, dhe së treti sot festojmë ditën e Shën Pjetrit dhe Shën Palit. Shpesh themi se Shën Pjetri është ruajtësi i çelësave të parajsës, por ai është gjithashtu në mënyrë simbolike mbrojtësi të gjithë atyre që kërkojnë dyert të hapura për dialog, bashkëpunim dhe miqësi. Koncerti kishte për qëllim të sjellë një atmosferë të pasur shpirtërore dhe kulturore, duke thelluar lidhjet miqësore mes Kroacisë dhe Shqipërisë.